juftoj të ndiqni programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është transmetuar së pari në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Në fillim të çdo programi, do të ndaj me ju një nga momentet më të bukura në studion tonë. Ai moment kur dëgjojmë se si ky program e ka prekur jetën tuaj. Dhe sot do të lexoj një koment që na ka dërguar një dëgjues nga Maroku, që quhet Ousi. Kërkesa e tij ishte drejt për drejt, por shumë e thellë. Ai tha: "Edhe pse I përkas një besimi tjetër, kam nevojë për një Bibël se dua ta lexoj. Dua ta njoh Jezusin dhe krishtërimin." Mesazhi I këtij njeriu fliste shumë. Ai pasqyronte një zemër që po kërkonte në mënyrë të sinqertë të vërtetën. Në përgjigje të kërkesës së tij, stafi I programit përmes Biblës I siguroi një adresë në internet ku mund ta lexonte Biblën. Kjo ishte një mundësi e mrekullueshme për të që të mësonte menjëherë për mësimet e Jezusit. Përveç kësaj, stafi lokal filloi dhe një bashkëbisedim me Ousin. Ata I treguan më shumë për mesazhin e Jezusit dhe ju përgjigjen pyetjeve të tjera që ai kishte mbi krishtërimin. Por ky udhtim zbulimi I Ousit nuk përfundoi aty. Ai filloi të dëgjonte rregullisht programin përmes Biblës, duke u zhytur më thellë në mësimet dhe historitë që ndahen në këtë program. Ndërsa dëgjonte, uria e tij për të kuptuar u shtua dhe na kontaktoi sërish, këtë herë me një kërkesë personale. "Kam nevojë për një kopje fizike të Biblës." Dëshira e tij për ta mbajtur në dorë fjalën fizike të Perëndisë ishte një dëshmi e thellësisë së kërkimit të tij shpirtëror. Kështu, me shumë kënaqësi ne dërguam atij një kopje fizike të Biblës në Marok. Ky veprim I thjesht I dërgimit të një Bible është më shumë se sa një dërgesë. Është një hap në udhtimin e Ousit për të kuptuar Jezusin dhe besimin e krishterë. Komenti që na dërgoi na tregon sinqeritetin e tij për të ditur më shumë. "Faleminderit, e mora Biblën këtu në Marok. Dua t'ju tregoj se ka një lloj ndryshimi në zemrën time, një gëzim që se shpreh dot, sa që dëgjoj programin dhe mësimet pasuese përmes pasazheve të Biblës. Ju lutem, lutuni për mua, që unë të mbështetem tek e vërteta." Miqtë e mi, ju inkurajoj sot që ta mbani në lutje Ousin, ndërsa ai vazhdon të kërkojë dhe të zbulojë të vërtetën përmes faqeve të Biblës dhe mësimeve që ai dëgjon në programin ton radiofonik përmes Biblës. Ne besojmë se fjala e Perëndisë do të jetë një dritë në këtë udhtim të tij. Nëse dhe ju si Ousi dëshironi një Bibël në gjuhën shqipe, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale dhe ne do t'ju dërgojmë një kopje me shumë kënaqësi. Edhe sot, Dr. McGee do të ndalet në disa parime të rëndësishme të studimit të Biblës, librit përmes të cilit Perëndia ka folur dhe ka komunikuar me njeriu. Mësuesi ynë për ta kuptuar Biblën është fryma e shenjtë e Perëndisë. E ndërsa e ndjekim së bashku Dr. McGee në studimin e sotëm, le ta ftojmë frymën e Perëndisë që të na zbulojë thesaret e fjalës së tij. Dëgjim të këndshëm të gjithëve. Dhe ja ku rikthyem sot në programin ton 5 vjeçar, që e përshkruan Biblën mes për mes. Dhe po shfrytëzojmë disa nga këto transmetime për t'ju dhënë disa direktiva që ju orientojnë se si ta studioni shkrimin, pra si të studioni Biblën. Dhe kemi qenë duke vështruar vetë Biblën përpara se të hyjmë çështjeve të tjera të aspekteve teknike të studimit të Biblës, sepse besojmë që kjo është thelbësore. Tani herën e kaluar thash se Bibla është një libër tejet unik, me të cilin nuk krahasohet asnjë libër tjetër në shumë aspekte, por kryesisht në aspektin që është një libër me autorsi të dyfisht. Dhe ajo që nuk kuptojmë me këtë është se Bibla ka një anë hyjnore dhe një anë njerëzore. Nga ana hyjnore, ky është një libër I Perëndisë. Ai ka komunikuar me njeriu, ka folur dhe e ka thënë të gjithë fjalën e tij. Deri në pikën që nëse Perëndia do të kishte diçka tjetër për të thënë, që nuk e ka thënë në Bibël, bese ai e ka thënë tashmë, pra nëse Perëndia do të fliste në këtë çast nga qielli, ai thjesht do të përsëriste vetveten, sepse e ka thënë tërë atë që dëshiron t'i thotë këtij brezi. Dhe me qëra fjala, ai nuk mësoi ndonjë gjë kur lexoi lajmet. Dhe kur njeriu shkoi në hën, nuk zbuloi ndonjë gjë që Perëndia nuk e dinte tashmë kur na dha fjalën e Perëndisë. Dhe e dini çfarë miq?
Mua nuk më duket që edhe njeriu zbuloi ndonjë gjë atje lart. Dhe me qëra fjala ishte një goxha udhëtimi i shtrenjtë, thjesht për të marrë disa gur për t'i sjellë këtu. Unë do të isha shumë i gatshëm që të dilja në përshkret të tir dhe t'u ambushja një kamion të tërë me gur dhe t'u ashisja për goxha më lirë nga ato që morën, sepse mendoj që janë gati njësoj. Puna është që është i njëjti Perëndi që ka krijuar këtë univers ku gjendemi sot, dhe më lejoni t'ju them se ne jetojmë në një kohë emocionuese. Kështu që Perëndia ka komunikuar me njeriu, dhe ky libër është Bibla. Kjo është ana hyjnore e saj. Por është gjithashtu edhe një libër njerëzor. Perëndia ka përdorur rreth 40 autor përgjatë një periudhe 1500 vjeçare. Secili prej tyre foli duke shprehur ndjenjat e veta dhe gjeneratën e vet. Ata kishin kufizimet e tyre dhe bën gabimet e tyre. Edhe i gjori Mojsi bëri gabime, mirë po kur ai po shkruante Pentatukun, në një mënyrë në një tjetër, nuk pati asnjë gabim në ato që shkroi. Kështu sot do të doja të zhvilloja këto 4 tema në lidhje me Biblën. Pra, e para zbulesa, e dyta frymëzimi, e treta ndritësimi i mendjes dhe e katërta interpretimi. Tani zbulesë do të thotë që Perëndia ka folur dhe ka komunikuar me njeriu. Frymëzimi garanton zbulesën e Perëndisë dhe ndritësimi i mendjes ka të bëjë me faktin se mësuesi është fryma e Perëndisë dhe jo një predikues i mirë në Los Angeles. Nëse fryma e Perëndisë nuk ju komunikon diçka, atëherë unë nuk mund t'ju komunikoj asgjë. Mirëpo fryma e Perëndisë komunikon, dhe duke qenë se ai e shkroi Biblën dhe ne atë po japim, kam zbuluar se ai do të komunikojë. Dhe kjo është gjëja magnitse. Kjo, miqtë mi, është gjëja e lavdishme e Biblës. Pastaj e katërta është interpretimi. Dhe këtu është pjesa që acarohemi dhe kapemi prej flokush me njëri tjetrin. Realisht problemi nuk është që Bibla mëson shumë e shumë gjëra. Problemi është që ka shumë e shumë njerëz që interpretojnë Biblën. Për fat të keq, jo të gjithë e interpretojnë atë si unë. Do të doja ta interpretonin ashtu, por nuk e bëjnë. Dhe ne thjesht duhet të vazhdojmë e të jemi të durueshëm me ta, sepse kur të gjithë jemi në praninë e tij, atëherë do të ketë dakordësi të përsosur. Tani ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Unë do të ndryshohem, ju do të ndryshoheni, dhe të dy do të korrigjohemi. Dikush ka thënë, ekzistojnë gjithmonë 3 këndvështrime. Këndvështrimi juaj, këndvështrimi im dhe këndvështrimi i saktë. Dhe një ditë do ta kemi edhe të saktin. Tani le tu hedhim një sy këtyre. Së pari, zbulesa. Edhe njerë nëse mund ta përsëris, Perëndia ka folur. Dhe ne kemi në Bibël 2500 herë të shkruar, kështu thot Zoti. Pra Zoti nuk donte ta keq kuptoni që ai ka folur. Dhe do ta gjeni këtë në kapitullin e parë të Hebrejve, ku ai e bëri shumë të qartë se Perëndia ka folur. Më lejoni ta hap dhe ta lexoj atë për ju. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, në këto ditët e fundit, na foli me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë. Në Hebrejve pra 1, vargu 1 dhe 2. Tani le të vërejmë si fillim zbulesën. Kurdoherë që gjeni 2 persona të pajisur me një farë niveli të arsyeshëm zyrtarie, të cilët ushqejnë të njëjtat ndjenja dhe dëshira, dhe që tërhiqen pak a shumë nga njëri tjetri, atëherë do të zbuloni se ka një komunikim mes tyre. Persona me një tendencë të tillë të natyrshme, në distancë nga njëri tjetri, gjejnë kënaqësi kur kontaktojnë me njëri tjetrin. Dhe këtë ne e quajmë komunikim. Pra, ata gëzojnë kur janë marrës të komunikimit nga personi tjetër. Dhe kjo karakteristikë e brendshme dhe pandashme e zemrës njerëzore shpjegon zyrën e postës, telefonin, telegrafin, rrjetet sociale. Miqt u shkruajnë miqve. Një bashkëshort që ndodhet larg shtëpisë i shkruan bashkëshortes së tij. Dhe një djalë apo një vajzë që janë në universitet komunikojnë me familjen e tyre për të kërkuar para. Dhe her pas here një vajzë i shkruan një djali dhe pastaj djali i shkruan një vajze me qëllime të caktuara, dhe e gjitha kjo quhet komunikim. Është mënyra si shprehet zemra. Shkrimi e quan këtë thellësia që i thërret thellësisë. Ndoshta keni dëgjuar historinë e Helen Keller. Mbaj mend se çfarë emocioni pata kur dëgjova për të dhe lexova historinë e saj.
Se si kjo grua, pra izoluar nga bota në kaq shumë mënyra, si rrjedhoi e verbërisë dhe mosdëgjimit, duke mos pasur në dukje asnjë rrugë komunikimi, por pastaj një rrugë ju hap. Dhe ajo mund të komunikonte ndoshta më mirë se shumë prej nesh sot që mund të shohim dhe mund të flasim. Dhe tani si rrjedhoi, më lejoni t'ju bëj një pyetje të arsyeshme dhe sigurisht edhe të mençur. A nuk është pra e arsyeshme të dalim në përfundimin se Perëndia ka komunikuar me krijesat e tij, të cilëve u ka besuar një farë niveli zgjuarësie? Atyre pra që i ka krijuar sipas shëmbulltyrës së vet. Dhe më lejoni t'ju them se nëse nuk do ta kishim tani një zbulesë nga Perëndia, atëherë mendoj se po të prisnit aty tek radioja juaj, ai do të fillonte t'ju fliste për shkak të faktit, miqtë mi, se është e pritshme që Perëndia të na flasë. Tani unë mendoj se Perëndia ka komunikuar në më shumë mënyra se sa thjesht përmes shkrimit. Mund të vini re se autori i librit të Hebrejve thotë që Perëndia në Dhjetën e Vjetër foli përmes profetëve. Dhe tani ai ka folur përmes Krishtit. Dhe si profetët në Dhjetën e Vjetër, ashtu edhe zbulesa e Krishtit në Dhjetën e Re janë patjetër që të dy në fjalën e Perëndisë. Dhe kjo është mënyra e vetme për të mësuar rreth komunikimit nga secili prej tyre. Por unë mendoj se Perëndia komunikoi edhe përmes krijimit. Këtë thot edhe Pali, që gjërat e padukshme shihen qartë nëpërmjet gjërave që u krijuan. Dhe qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë, dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Por nuk jam interesuar të merrem me këto mënyra. Unë besoj gjithashtu se Perëndia ka komunikuar me njeriu përmes zemrës së tij. Mos më keq kuptoni, jo përmes vegimeve apo gjërave të tilla, por unë besoj se Perëndia ka komunikuar sot përmes përvojave që unë edhe ju kemi pasur. Jam i sigurt se shumë prej nesh, nëse e kthejmë kokën pas, mund të shohim dorën e Perëndisë në jetën tonë. Mirë, pa ajo që na intereson neve këtu është që Perëndia ka komunikuar me ne përmes Biblës, dhe ajo është zbulesa e tij. Ky libër ka 66 libra dhe në shënimet që ne dërgojmë, unë kam thënë se mund t'i keni të gjitha këto libra në njërën dorë. Nëse keni marrë ato, dhe shpresoj t'i keni marrë, nëse nuk i dini librat e Biblës, atëherë mund t'i mësoni kështu. Dhjetën e Vjetër e vendosim në majat e gishtave, ndërsa Dhjetën e Re në pjesën e poshtme midis gishtave. Dhe fillojmë me gishtin e madh, ku vendosim Pentatukun, pra Zanafilla, Eksodi, Levitiku, Numrat, Ligji i Përtërir. Dhe pastaj vazhdojmë me gishtin tjetër, gishtin tregues. Dhe aty vendosim librat historik të Biblës, nga Jozueu e në vazhdim. Më pas, vim tek librat poetik, tek gishti tjetër, pra gishti i mesit, dhe fillojmë aty me librin e Jobit. Pastaj, vendosim librat profetik me profetët e mëdhenj tek gishti i Unazës, duke filluar me Isaian, dhe në fund, vendosim profetët më të vegjël, Osean, Joelin, Amosin, Abdian e kështu me radhë tek gishti i vogël. Kurse tani, poshtë, mes gishtit të madh dhe atij tregues, vendosim ungjit, Mateun, Markun, Lukën dhe Gjonin. Pastaj vendosim librin historik të Dhjetës së Re, librin e veprave të apostujve, dhe më pas vendosim të gjitha letrat në pjesën mes gishtit të mesit dhe atij të Unazës, dhe në vendin e fundit vendosim librin profetik të zbulesës. Më lejoni t'ju them se kjo është mënyra që Perëndia ka folur me ne, dhe kemi sot një sulm që i bëhet fjalës së Perëndisë. Dr. Elmer Hominghausen, ish rektor i seminarit teologjik Princeton, në librin e tij me titull Krishtërimi në Amerikë në krizë, ka bërë këtë deklaratë. Vetëm disa protestantë mendjehol vazhdojnë ende të mbështesin den se Bibla është një libër i pagabueshëm. Disa ende mund të ngrenë pretendime rreth karakterit të pagabueshëm të kopjeve origjinale të Biblës. Por ky këndvështrim vetëm sa ngre pyetje dhe i bën këta apologjet të krishterë më qesharak në sytë e njerëzve të ndershëm. Mund të them se kjo është një akt akuze të mërshme nga ana një profesori në një seminar teologjik, por ja që është bërë. Pastaj një tjetër seminar në New York, seminari i Unionit, ku një profesor atje ka bërë këtë deklaratë. Që asnjë person i zgjuar nuk mund të besojë që Bibla është fjala e Perëndisë. Po unë besoj se Bibla është fjala e Perëndisë. Dhe sipas kësaj, ma ha mendja se nuk do të konsiderohesha si i zgjuar sipas këtyre burrave. Nëse mund të them se ata mburren me faktin se janë të përulur, por unë pyes veten se çfarë lloj përullësie mund të quhet kur thonë se të gjithë ata që nuk bien dakord me ta janë të marrë dhe vetëm ata janë të zgjuar.
Përkëdo ky është një pozicion i rrezikshëm për të përkrahur, në çfarëdo mënyre. Mirë po pjesa më interesante është që ka pasur disa njerëz shumë të zgjuar, të cilët kanë besuar tek Bibla. Dhe ka pasur edhe disa që nuk kanë qenë edhe aq të zgjuar, me sa duket, të cilët kanë sjell, nëse më lejoni, disa herezi të tmerrshme që e kanë lënduar botën sot dhe kanë pllakosur shoqërinë tonë. Më lejoni t'ju jap këtë deklaratë nga Dr. Greg, i cili thotë: Filozofia e Aristotelit ishte arsimi i pedagogëve në mesjet. Kjo filozofi e largoi Biblën nga bota dhe adhuronte eshtrat në përkisha në përpjekje e sipër për t'i lidhur ato me apostujt. Sheku i 10 ishte më i errët, mirë po në shekullin e 20, filozofia e Aristotelit nëpërmjet Maimonidës, Spinozës, Hegelit dhe Darwinit adhuronte eshtrat nëpër universitete dhe i përdorte ato si një përpjekje për t'i lidhur me majmunët. Gjithashtu, kjo filozofi na ka dhënë lëvizjen e unitarianizmit në Amerikë nëpërmjet Emersonit, judaizmin e reformuar nëpërmjet Mojsi Mendelssohnit dhe bolshevizmin apo komunizmin nëpërmjet Karl Marxit. Ajo është doktrina e demonëve dhe joshjes së shpirtrave. Më lejoni t'ju them se më pëlqen vërtet shumë kjo deklaratë. Gjithashtu nëse mund të shtoj se ka pasur burra që kanë qenë burra të mençur të cilët i kanë besuar Biblës. Një tjetër profesor i madh në seminarin e Princetonit shumë vite më parë ishte edhe Warfield. Për të është thënë se kishte ndoshta intelektin më të madh, apo mendjen më të zgjuar se çdo njeri që kishte nxjerrë ndonjëherë Amerika. Keni dëshirë të dini se çfarë ka thënë ai? Ai tha se Bibla është fjala e Perëndisë në atë lloj kuptimi që çfarëdo që thuhet aty e ka thënë Perëndia. Më pëlqen kjo. Edhe peshkopi David Hadley ka thënë: Ka më shumë kuptim në çdo fjalë të shkrimit të shenjtë se sa kuptimi që do të nxjerrim ndonjëherë prej tij. Ndërsa unë personalisht besoj në atë që njihet si një frymëzim i plot verbal i shkrimit. Kjo do të thotë se ne besojmë që Bibla është një deklaratë autoritare dhe çdo fjalë e saj është fjala e Perëndisë tek ne dhe për ne në kohën në të cilën jetojmë. Më lejoni t'ju them se është shumë e rëndësishme për ne ta shohim këtë gjë sot, sepse fjalët janë të frymëzuara. Disa vite më parë, dëgjova historinë e një vajze të vogël e cila merrte mësime muzike. Pra merrte mësime këndimi nga një mësues shumë i famshëm. Një herë, ai erdhi ndërkohë që ajo po jepte recitalin dhe sapo mbaroi, vajza ishte shumë në merak të dinte se çfarë kishte thënë mësuesi i saj. Por ai nuk shkoi ta përgëzonte atë, dhe kështu që vajza pyeti një mikeshën e saj se çfarë kishte thënë. Tha se zëri yt është qiellori, ja ktheu mikesha. Por vajza thjesht nuk mund ta besonte që ai kishte thënë këtë, kështu që e pyeti përsëri dhe i tha: "A tha se unë këndoj në mënyrë qiellore?" "Po, këtë tha," i tha mikesha. Por ajo i tha: "Unë dua të di me saktësi se çfarë tha. Çfarë tha ai realisht? Më thuaj fjalët që tha." "E po mirë, nëse vërtet do të dish fjalët," ai tha se ajo që dëgjoi ishte një zhurmë e panatyrshme. Nëse mund t'ju them miqtë e mi që një zhurmë e panatyrshme nuk do të thotë se tingëllon në mënyrë qiellore. Dhe mbesoni se janë pikërisht fjalët e shkrimit ato që janë të frymëzuara, dhe ne duhet ta njohim këtë. Duhet ta kemi parasysh këtë sot, dhe unë do të doja të kisha më shumë kohë për ta shtjelluar edhe më shumë këtë pikë. Por sot dua të vazhdoj me çështjen e frymëzimit, sepse frymëzimi garanton zbulesën e Perëndisë. Dhe kjo është pikërisht ajo që thot ky libër. Dy burra, Pali që i shkruante Timoteut dhe Pietri që shkruante letrën e tij të fundit, në fakt edhe letra e dytë drejtuar Timoteut është letra e fundit e Palit. Dhe ata kishin diçka të përcaktuar shumë qartë për të thënë rreth Biblës. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim në drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Kjo është nga 2 Timoteut, kapitulli 3, vargjet 16 dhe 17. I gjithë shkrimi është dhënë me anë të frymëzimit. Fjala frymëzim do të thotë i përshpëritur prej Perëndisë. Perëndia ka thënë përmes këtyre njerëzve, siç ka thënë përmes Palit, pikërisht atë që ai dëshironte të thoshte. Nuk ka asgjë tjetër për të shtuar. Dhe gjithashtu është edhe mënyra se si e shpreh Pietri kur thot tek 2 Pietrit 1, vargu 21. Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur ndonjëherë nga vullneti i njeriut, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur, të shtyr nga fryma e shenjtë. Tani është shumë e rëndësishme ta shohim këtë, që këta burra ishin të shtyr, pra ata ishin në një farë mënyre të nxitur nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Peshkopi Brooke Westcott ka thënë: "Mendimet janë të ndërthurura me fjalët, po aq detyrimisht sa është shpirti me trupin.
Kurse Dr. Kuiper tha: "Është po aq e lehtë të kesh muzikë pa nota muzikore apo matematik pa shifra, sa edhe mendime pa fjalë. Nuk janë mendime të frymëzuara, janë fjalët ato që janë të frymëzuara." Satani nuk ishte i frymëzuar të gënjente, por Bibla e regjistron faktin që ai gënjeu. Pra janë fjalët të frymëzuara. Dhe Zoti Jezus tha, "Është shkruar." Pra është ajo që thot fjala e Perëndis. Dhe këta burra po shprehin pikërisht atë që Perëndia ka për të thënë. Është një libër krejtësisht njerëzor, por edhe një libër absolutisht hyjnor. Pra nuk është më shumë njerëzor për shkak se është një libër prej Perëndie, dhe nuk është më pak një libër prej Perëndie për shkak se është një libër njerëzor. Perëndia i përdori këta shkrimtar njerëzor pa shkatëruar vullnetin e tyre të lirë, mënyrën e tyre të shprehurit dhe stilin e tyre. Ata nuk ishin stilograf që ai i ktheu me kokë poshtë dhe shkroi me to. Por ata po shprehin mendimet e tyre. Ungjilli dhe fjala e Perëndis paraqesin atë që është fjala e gjallë e Perëndis. Dhe nëse mund të them se prej kësaj rrjedh një lloj ndriçimi i mendjes, që vetëm fryma e Perëndis mund të jetë ai që mund të na mësojë neve sot. Kjo është ajo që nënkuptoi edhe Peshkopi Hadley, kur tha: "Ka më shumë kuptim në çdo fjalë të Shkrimit të Shenjtë, se sa kuptimi që ne do të nxjerrim ndonjëherë prej tij." Dhe ishte Dr. John Robinson, pastor në Universitetin e Leidenit, i cili i kujtoi pelegrinët kur u nisën nga Holanda duke u thënë: "Zoti ka akoma edhe më shumë të vërteta për të nxjerrë nga fjala e tij e shenjtë." Luteri dhe Calvini ishin drita që shkëlqyen fort në kohën e tyre, e megjithatë, ata nuk e depërtuan dot të gjithë këshillën e Perëndis. Jini gati të pranoni çdo të vërtetë që do t'ju bëhet e njohur nga fjala e shkruar e Perëndis. Dhe ky miqtë mi është emocioni që të jep studimi i tepërtejshëm i Biblës në këtë mënyrë. E dini çfarë? Unë nuk e kam mbaruar asnjëherë dhe e kam lexuar nga fillimi në fund një 10 herë, duke e dhënë mësim në këtë mënyrë, me program 1 vjeçar, program 1 vit e gjysmë, program 2 vjeçar, program 2 vjet e gjysmë dhe tani me këtë program 5 vjeçar për të kaluar mes për mes Biblës. Dhe me shumë sinqeritet, çdo herë është diçka e re që del nga faqet e tij, për shkak se fryma e Perëndis duhet të jetë mësuesi ynë. Na pret një kënaqësi e mrekullueshme nëse thjesht do hapim veshët ndaj atij zëri të qetë të butë të fjalës së Perëndis, ndërkohë që na flet nga faqet e shkrimit. Dhe ai ka dëshirë të na flas. Tani interpretimi ka të bëjë me interpretimin që bëjmë unë edhe ju. Kjo është ana njerëzore. Dhe kjo është edhe arsyeja që kemi metodist dhe baptist, presbiterian dhe Vernon McGee, sepse të gjithë kemi interpretimin ton. Dhe më lejoni të them se disa prej nesh, në mënyrë të qartë, janë gabim. Bibla nuk mëson gjithçka, ose nuk mëson dy gjëra, por mëson vetëm një gjë. Dhe kjo ka të bëjë me interpretimin dhe ekzistojnë disa rregulla të cilat do të ndjekim dhe do të kushtojnë vëmendje në vazhdim. Asnjë varg i shkrimit nuk duhet të interpretohet i vetëm. Mendoj që kjo është diçka shumë e rëndësishme. Nuk mendoj se ndonjëri prej nesh e ka të drejtën thjesht për të marrë një varg dhe të ndërtojë një doktrinë mbi atë varg. Dhe asnjë doktrinë apo mësim i shëndosh nuk duhet të ndërtohet nga një tekst apo grup tekstesh të paqarta të shkrimit. Ishte Dr. Wes Cottonhort që tha se faktikisht në përkthimin ton vetëm 1 në 90 fjalë ishte përfshirë në ndonjë lloj debati. Dhe asnjëra prej tyre nuk kishte të bënte me doktrinën. Asnjëra nuk kishte të bënte me atë që është jetike. Unë edhe ju mund të jemi të sigurt sot që teksti që kemi është një tekst i besueshëm. Mirë, po ka shumë versione sot dhe kjo është paksa përshtyelluese. Por aty ju them diçka, unë i kam të gjitha versionet. Çdo herë që del një i ri, e marr dhe e shtoj ato në bibliotekën time. Unë i shoh ato në vija të përgjithshme, mirë po vazhdoj të qëndroj versionit autorizuar nga mbreti Jakob. Personalisht, tani kam përpara Biblën e vjetër me referenca të Scofield, i cili më duket shumë i dobishëm. Kam edhe versionin e ri të Scofield, por më duket pak e vështirë për të orientuar me të, edhe pse është i ri. Megjithatë, mund të them se versioni i autorizuar është ende një version i mirë. Por edhe shumë nga versionet e tjera janë të dobishme për t'i hapur dhe konsultuar. Madje dikush më ka pyetur nëse edhe letrat e gjalla, pra living letters, është një përkthim i mirë. Unë mendoj që është një interpretim i mrekullueshëm, por nuk është një përkthim. Dhe ka edhe disa versione shumë të mira sot, por shumica e tyre janë turbulluar nga këndvështrimet personale të atyre që i kanë sjellë këto versione. Tani e gjitha kjo na jep një lloj sfondi të librit që do të vështrojmë.
Dhe mendoj se ndoshta do ishte mirë që në mbyllje të shikonin për kufizimin e Biblës. Ky libër përmban mendjen e Perëndis, gjendjen e njeriut, mënyrën e shpëtimit, fundin e mëkatarëve, lumturinë e besimtarëve. Doktrinat e tij janë të shenjta, urdhërimet e tij janë detyruese, historitë e tij janë të vërteta dhe vendimet e tij janë të pandryshueshëm. Lexojeni për të qenë të urtë, besojeni për të qenë të shpëtuar dhe praktikojeni për të qenë të shenjtë. Ai përmban dritë për t'ju drejtuar, ushqim për t'ju mbajtur gjallë dhe ngushëllim për t'ju dhënë zemër. Ai është harta e udhëtarit, shkopi i pelegrinit, kompasi i pilotit, shpata e ushtarit, autoriteti i të krishterit. Këtu restaurohet parajsa, hapen qiejt, zbulohen portat e ferrit. Krishti është kryefjala e tij, e mira jon është në plan të parë dhe lavdia e Perëndis është qëllimi i tij. Ai duhet të mbush kujtesën, të sundoj zemrën, të drejtoj hapat. Lexojeni ngadalë, shpeshherë dhe duke u lutur. Bibla është një minier pasurie, një parajsë lavdie dhe një lumë kënaqësie. Ju është dhënë në jetë, do të hapet në gjykim, do të mbahet mend për jetë. Përfshin përgjegjësinë më të lartë, do të shpërblej punën më të mirë dhe do të dënojë të gjithë ata që e trajtojnë me mendiletësi kontekstin e tij të shenjtë. Miqtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim. Ndoqët programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Ky program u soll tek ju në gjuhën shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.